2015 e mbarova të shes orën e parë. Sot për sot jemi njëna prej firmave artizanale në botë. Jam lindë në Kosovë. Gjatë luftës, sikur plot shqiptarë më merr mendja se kemi ikë, domethënë baba im ishte në Zvicër prej 1976-s. Po kur nuk ka pas ëndërra me na pru këtu, në luftë u dash patjetër të vimi në Zvicër. Kam pas do kujtime se çdo herë që baba ka ardhur në Kosovë, nuk e shihni pas shpesh, më kupton, kështu që gjithë ka qenë me një orë, më kujtohet dhe kemi pas sikur një figurë emblematike. Më kujtohet, ja marrësha orën, kam mbet, domethënë në mendime kështu, që kur kam marrë në Zvicër shumë shpejt e kuptova se është një shtet që bëjnë ora. Integrimi ka qenë pak më i vështirë, edhe ja fillova më interesu pak më shumë, tjera pasione, dhe shumë shpejt erdhi te rashtë e orat.